E po, është në rregull. Të kesh frikë. Jo, për maqokun me qizme, unë supozohem të jem një hero trim, një legjend, por pa jetët të rezervë dhe nuk jam asgjë. Më duhet ajo dëshira për të më rikthyer jetët. Duhet t'ja thuash Koteles, ajo do ta kupton. Jo, ajo nuk duhet të dëgjoj këtë. Mirë. Po ku shkoje se i pjotaj superru? Kotelia nuk duhet të më besoj kur. Jo pas Santa Colomos. Por ishte thjesht një grabitje e keqe. Santa Coloma nuk ishte një grabitje, Benito. Ishte një kish. Me një prift dhe të ftuar. Dhe Kotelia. Gjithçka përveç meje. Dhe atere u ratisa. E leja atë në altar? Ishte e gabuar, e di. Më vjen turp. Sa do të doja të mos e kisha lënduar ai shumë. Jam penduar për atë ditë. Pra, mbase të bëjë mirë t'ja thoje Koteles këtë. Mund të të bëjë të ndihesh më mirë. Mund ta bëjë dhe atë të ndihet më mirë. Maqok! Qenush! Ja ku qënë keni. Çfarë ndodhi atje më thoni? Kotele, e humba artën. E djalosa. Do ta marrim përsëri. Kemi parë edhe më keq turshi. E kush ta tërgoj atë emër? Cilin emër? Asgjë. Arrit. Duhet të gjejmë përpara se të gjejmë yllin. Jemi kaq afër. Më në fund po ndodh. Mund të shijoj këtë tani atë dëshirë. A e di se çfarë shije ka? Kek? Shije keku. Kush i hëngri kekët? Kush i hëngri kekët? I hëngrë me kekët! Sa do të shijojmë? Po, imagjinone një sindikat e madhe e krimit. Jo një sindikat e madhe e krimit, zemër. Një familje kriminele e madhe. Apo jo, Arta? Arta? Çfarë? Wow! Ej, shikoni! Harta po e së shkëlqyshëm! Çfarë bëre? Ma jep mua këtu! Ti je preja, unë jam grabitçari. E mbaj unë hartën, kuptove? Vështro me vëmendje për dëshirën që kërkon. Ajo që të duhet përballë teje qëndron. E po shumë budallëqe, çfarë kuptimi ka kjo? Fiks përballë nesh. Dukat njësoj si kasolja jon. Vërtet mendoni se kasolja jonë është në mes të pyllit e erë? Harush, testin e nuhatjes së vjetër. Diçka po gatuhet aty. Jo! Jo, mos u fusni bre! Jemi në shtëpi! Përshëndetje Jo, Den! mos u fusni bre! Ndoshta një shikim të shpejt. Përshëndetje Dua të Karike! binim në gjumë letargik. Përshëndetje mjalt! Përshëndetje, miku im I vjetër. Ke munguar kaq shumë. Shiko, Arta, qull. Dhe është bërë fiks si që pëlqen ti. Pavarësisht se si e bën, asaj nuk I pëlqen. Ndaloni, që të gjithë ju? Ndoshta dëshirat tona u realizuan. Thjesht ndaloni. Nuk është plotësimi I dëshirës tonë. Është një pengesë. Është ylli që po na bën marifete. Kjo nuk është e vërtet. Asnjë nga këto. Ky ishte libri yt I preferuar. Ti e shikoje atë me orë të tëra. Shumë I fort. Shumë I butë. Kjo ishte. Çfarë ishte, mami? Dita që një vajzë e vogël jetime hyri në kasollën tonë dhe vodhi zemrat tona. Dita kur bota jonë u bë e përsosur. Si po shkon? A mund të shikoni ndonjë gjë atje lart? Ende jo, Perito! A je mirë? Si, Miriam. Shumë mirë. Nëse doje dorën time, thjesht duhet ma kërkoje. Thjesht, ndjeu e lirë të më ngresh lartë kur të kesh mundësinë.
Sa po më kujtua hera e fundit kur të dhash dorën time. Por në atë kohë, më duk se u friksove, ca. Kotele, përsa i përket asaj dite, Maçoku me qizme nuk duhet këtë frikë. Por jashtë asaj kishe në Santa Coloma, ajo ishte hera e parë që ndjeva frikë. Prandaj u aratisa. Ishte një gabim, Kotele. Nuk e gjë. Jo, ishte një buracakëri. Nuk e gjë. Ti mbete vetëm në altar. Maçok. Me atë fustanin tënd të bukur dhe të fryrë të nusës. Maçok, s'ka problem. Asun nuk erdha. Prit, çfarë? Çfarë do thuash që nuk erdhe? E po e dija që s'do konkurroja kur me dashurin tënde të vetme të vërtet. Oh, Veten tënde, legjenda. Për një djalë të atill nuk do të vija. Por, ti nuk po më dukesh mësja i djalë. Çdo gjë në rregull atje lart? Po ju jap kurajo, sa për ta ditur. Maçok. Shiko atje. Si mendon ti, insekto? Pres për macet të vjedhin hartën dhe më pas t'i vras? Apo t'i vras të gjithë për një herësh? Ja, e di çfarë? Po filloj të mendoj se ty nuk e vlerëson vlerën e një jete. Çfarë? Ja, si të them, unë i dua këta tipat. Shtrëngoj pak vifet. Më duhet një sipërfaqe solide. Ka mirësi në të gjithë njerëzit. Ka mirësi në të gjithë njerëzit. E di